çeljen dhe lejimin e seancës plenare publike për çështjen objekt shqyrtimi me kërkues Igor Kokunov. 6 nga 7 gjyqtarët kushtetues që ishin në detyrë në janar 2026 deklarojnë se Rusia e ka shpallur Shqipërinë vend armiqësor dhe për këtë arsye vendi ynë nuk duhet të ekstradojë shtetasit rus të kërkuar nga vendi i tyre për krime të ndryshme. Në 14 janar 2026, gjykata kushtetuese vendosi të pranojë kërkesën e shtetasit rus Igor Kukunov për të mos u ekstraduar drejt Rusisë, duke analizuar se atje nuk respektohen të drejtat thelbësore të njeriut. Vendimi nuk ka efekt mbi vet Kukunov, i cili është ekstraduar në 30 tetor 2024, pak orë pas se kushtetuesja të pezullonte ekstradimin e tij. Por vendimi ka efekte mbi çdo rast tjetër kur shtetasit rus të kërkuar nga Interpol Moska mund të arrestohen në Shqipëri, një vendim i cili e shndërron realisht vendin ton në një parajs për kriminalet rus dhe mund të përbëjë një rrezik serioz për sigurinë kombëtare të Shqipërisë, një vend antar i NATO-s. Igor Kukunov u arrestua në gusht të vitit 2023 në pikën kufitare të Muriqanit në Shkodër, pasi ishte shpallur në kërkim nga autoritetet ruse. Në vijim, gjykata e shkallës së parë, gjykata e apelit dhe në 24 shtator 2024, gjykata e lartë vendosën lejimin e ekstradimit të tij drejt Rusisë. Përfaqësuesit e tij ligjor bën një kërkesë në gjykatën kushtetuese për pezullimin e ekstradimit. Gjyqtarët kushtetues në 30 tetor 2024, ora 17:15, vendosën të pezullojnë ekstradimin. Por Ministria e Drejtësisë kishte lejuar ekstradimin e tij vetëm një orë përpara se kushtetuesja të miratonte pezullimin e procedurës. Igor Kukunov u nis drejt Rusisë. Megjithatë, përfaqësuesit ligjor vijuan betejën ligjore në gjykatën kushtetuese shqiptare, duke pretenduar se jeta e tij në burgjet ruse rrezikohej. Shumica e gjykatës kushtetuese ka vendosur konstatimin e cënimit të së drejtës së kërkuesit për të mos ju nënshtruar trajtimit çnjerëzor dhe ose degradues. Gjithashtu, në vendimin e shumicës përmendet si faktor fakti që me një dekret të Këshillit të Ministrave të Federatës Ruse është shpallur lista e vendeve armiqësore, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Ndërsa gjyqtarja e vetme në Pakicë, Sonila Bejtja, deklaron se garancitë e dhëna nga shteti kërkues përbënin garanci të mjaftueshme për gjykatat shqiptare. Vendimi i gjykatës kushtetuese për mos ekstradimin e shtetasve rus mund të përbëjë një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare shqiptare.